Një telefonat e thjesht ju kushtoi jetën 1500 njerëzve. E kom fjalën për fundosjen e Titanikut, që po besoj krejt për juve e keni pa edhe e dini katastrofën që ka ndodhur. Kur Titaniku u nis më 10 prill të vitit 1912, konsiderohej si anija e pafundosshme. E ajo që shumë nuk e din është se katastrofa mund të shmangej veç nëse një mesazh radioje do të dëgjohej me kujdes. Ishte anija më moderne e botës, me më shumë luks se çdo anije tjetër. Quhej anija e pafundosshme e që mbante brenda pasagjerë shumë të pasur. Kështu duke përfshirë milioner, aristokrat, por edhe migrant të zakonshëm që po kërkonin një jetë më të mirë në Amerikë. Titaniku kishte një stacion radio të avancuar për kohën e që menaxhohej nga 2 operatorë, Jack Phillips edhe Harold Bride. E këta operator nuk kishin punonjës të ekuipazhit të anijes, por punonin për një kompani të radios që quhej Marconi Company. Detyra e tyre kryesore ishte të dërgonin mesazhe private për pasagjerët e klasit të parë, për shembull si urime, letra, lajme e të tjera. Siguria nuk ishte përparësi në atë kohë. E atë natë kur ndodhi fundosja e Titanikut, anija më e afërt me Titanikun ishte SS Californian, që ndodhej vetëm 10-15 milje larg. Ajo ishte ndalur sepse kishin parë shumë iceberg e që konsideronin udhëtimin të rrezikshëm në errësirë. Rreth orës 22, operatori i radios Californian i dërgoi një paralajmërim Titanikut. E çka i tha? Ne jemi të bllokuar nga akulli, jemi të ndalur plotësisht. Por në atë moment, operatori i radios Jack Phillips ishte shumë i zënë. Ai po dërgonte disa mesazhe të klasit të parë që ishin mbetur pa i dërguar. Linja ishte e ngarkuar e çdo mesazh vënohej. E kur mesazhi i operatorit të radios Californian u përplas me frekuencat e Jack Phillips, ai u acarua edhe ja ktheu keq. Cili ishte mesazhi i Jack Phillips që e kthei mbrapsht? Mbyllë gojën, mi ke prishur valet, jam i zënë me Cape Race. E kur operatori i radios Californian e ka një këtë mesazh, u nervozua dhe ai e ka fik radion edhe ka shku me flajt. Rreth 2 orë më vonë, Titaniku godet icebergun gjigant. E kështu anija ka fillu me fundos, po besoj që edhe e keni pa filmin se çka ka ndodhur dhe çu shkon ngjarja. E operatorët e radios tani kanë fillu me i dërgu sinjalet kudo SOS ose Save Our Souls. Por kot, askush nuk i dëgjoi thirrjet e as sinjalet e tyre. Kurse anijet e tjera që i dëgjuan sinjalet e tyre ndodheshin shumë larg, rreth 58 milje. Pra California nuk i dëgjoi sinjalet e tyre e për katastrofën kapiteni i kësaj anije e mori vesh në mëngjes. Mbi 1500 njerëz vdiqën nga ujërat e akullta të Atlantikut. E kur u bë hetimi zyrtar, u mor vesh ky incident me radion. Kjo u tregua nga operatori i dytë që shpëtoi gjallë, Harold Bride, i cili tregoi me detaje se si kolegu i tij Jack Phillips ishte i zënë me mesazhet e pasagjerëve të tjerë. E kështu kishte refuzuar mesazhin e radios Californian. Pas këtij rasti u morën masa që operatorët në anije të jenë funksionale 24/7. Operatorët të trajnohen për emergjenca dhe të ketë protokolle të qarta për paralajmërime dhe thirrje në rast emergjence.